është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë shikuesit e Koha Vizionit dhe Gjus të Glam Radios. Po shpresojmë që keni pas ditën shumë mirë të suksesshme. Është momenti që minutat vazhdime i kalu së bashku duke prit bashkëpunimin tuaj edhe sa e përket komunikacionit, po duke prit që edhe me na telefonua, me diskutu për një temë që kemi për ditën e sotme, e që ndojmë së bashku me kolegën time Matre, Fiona Gje Matrashupën. Deri në cilën moshë konsiderona halo? Çdo ditë e re ti e re. Okej. Po më pëlqen kjo. Shkruaj dikon. Përshëndetje gjithëve. U kryesani. Uroj që keni pas ditën e mirë deri më tani dhe nuk ka se qysh me pas ditën e keqe. Them 20 gradë Celsius janë temperaturat aktualisht në kryeqytet, që po besoj është edhe maksimalja për ditën e sotme, kështu që uroj ta keni shfrytzuar ditën maksimalisht nga ato që keni kalu. E për këto 2 orë sa kena me qenë bashkë, kena me diskutu për temën, kena me diskutu edhe për shumë sene tjera që vinë pastaj spontanisht ndërkohë për 2 orë do t'jemi bashkë. Kështu që mirë se erdhët në Glam Radio dhe në KTV. Përndryshe, ju presim edhe me na informu për ato pjesë më të ngarkuara, pra ato pjesë ku këto momente mundën me qenë me kolon, ju bojnë athire për me pas kujdes, në vozitje, e të njëjtën kohë mos me harru dhe me na dërgu foto, me na tregu se ku janë ato pjesë e ngarkuara ose pjesë më të ngarkuara. 049-978-978 në Viber nga ky moment mundeni me na dërgu informata, me na tregu për pjesët e ngarkuara dhe mundeni me u përgjigj për temën që e kemi për ditën e sotme. Është një temë shumë interesante që Fiona me kujdes dhe me e ka sjellë, po, a e sjellë ti me po e kish sjellë. Bashkë e kemi sjellë, bashkë. Po flasim për vendimet për cilat jemi penducem. Kemi bërë secili dikush diçka që ndoshta kur e kthejmë nëse tash e shohim në atë perspektivën tjetër, thomë që ndoshta kemi gabu, ose është dash me bë ndryshe, ose s'është dash me bë hiç. Kështu që ka secili prej nesh diçka për cilën është pendu, kështu që sot nëse na lejoni ju, po ju presim me na telefonu dhe me na tregu për vendimet që jeni penduar që e keni marrë, qoftë para disa ditësh, qoftë para disa vitesh, nuk është me rëndësi. 049-978-978 është numri i telefonit, po e dëgjojmë këngën e parë hyrëse për emisionin e sotëm si çdo ditë tjetër, edhe rikthehemi pastaj me telefonata edhe me komunikacion. Kënga e parë hyrëse vjen nga Butrin Timeri, Lektorana, po një videoklip i mrekullueshëm, me një këngë shumë mirë, po e dëgjojmë këtë këngë edhe po e shohim videoklipin edhe po rikthehemi po i presim me telefonata atë. Për telefonatën 049-978-978 para se më shkute tjetra, mos harroni që muaji mars ka sjell oferta speciale për udhëtime drejt Ljubljanës edhe anas Jeltas. Mund të rezervoni edhe të shikoni krejt ofertat në prishtinaTicket.net, pasi keni me përfitu falas check-inin, bagazh deri në 20 kg falas, pastaj keni edhe çantë dore deri në 6 kg, edhe krejt këto falë operatorit më të madh në aeroportin e Prishtinës, prishtinaTicket.net. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje. O, si e zëf? Që mirë, që shukam? Mirë, faleminderit. E ka shkështu këtë javë diçka? Mirë. Po ka kolon ma shumë e po pret në kere, hajtë që të foli pak. Ja, s'ka kolon që për 10 minuta më rejna. Çka je të thonë, qetë është së da? Ja, pi vëtërnikit ku ka konë free krejt. Po, për ndryshe e pash edhe një foto në fillim të emisionit, po më do ke dyshim tash leje se ku me dit ledjen edhe foto e dytë, po qenë ka në regull, po, ka kohë dhe një 5 minuta e fillon kolona. Zëf, hajde tregom a ka naj vendim që e ke marrë dhe je pendu për qatë vendim që e ke marrë? Realisht ko shumë, po një që e kësha cek që me thonë drejten me shpirë të vuja dhe sot da së dite, është që e kemi shitë shpirë. Aja ka qenë gabimi jo në të aspektin gabimi maj mëllë, po që e vuj shumë, se me atë potes kemi po shumë mirë që kemi jenë këtë onën tjetër, po që e vuj shumë, kam nostalgji shumë për atë, shumë ekstrem. Do më thonë, je konë me një lagje ku ke banu gjata, po? Jo, na me prior dhe i na të ferizohet. Okay. Jam mërzefi, së në jam mbja mërzefin, ta shketëm një në CZ. Sef, që ashtu dhe në po të thire. Po, jemi atje në Verizaj ku kemi posë shpinë, po kur jemi të rje këtu për morën për shtinë, ma dhe e kemi shqitë atë shpinë. Aja ka qenë definitivisht tim, mu me tonë gabimi me mën një që
A di qysh më Zef, ka njerë i ndrojnë a lagjët brenda qytetit, do më thonë brenda Prishtinës, e ndrojnë a lagjën edhe kena në qatë nostalgjin edhe po, është nashta na i vendim që shumë shpesh tojna qysh bre ndrum banesën edhe ndrum lagjën, ma mirë me pas blemus me shita ne kënej më ngushtu pak, po e le mo kur të ndronë, kur të hek qytetin, po. U konë shumë problem se linë dhe rritë që aty, apë dhe si fëmi si po, krej, që aty e kena. Aty ka qenë definitivisht gjaja që i pi mas shumë t'i pi shumë. A ka qenë shtëpia në fshat? Jo, në fshat të ashtiurën e modhen për izaj në shta e dini. Po? Kalzona u lo venin, kalzona lagjën. Jo, e kom fjallin në shta e këshit mujtë në shvizu kështë si shtëpi vikendi, shkon shumë... Në cila periferi, ku është, kalzona? Periferi të Ferizojt, apë dhe rruga për Shkup. Po? Ku shkësh për Prishtinë. Po? Ura e modhe që është për me shku për Shkup. Po? Po që aty kemi 2 hektarë ven. Edhe pse kemi edhe 42 ori. Pas keme ti diçka pa mos më ngushta, thash kështë e mirë pa kur gjovë që ti. Jo, mërë, zot mos e po me met. Kemi tokë së dusha atje, po shpinë e vogël që i kena pas ku linë dhe rritë, cimë në koma njëjtë. Po të kuptaj, edhe smarot, edhe asë njerë mo. Faleminderit shumë. Faleminderit që na ke thirr. Ciao, kalonit shumë. Faleminderit, përshëndesim shumë. Është ajo nostalgjia, do më thonë për vendin, do më thonë që je linde, rrite, ke kalu kohë, sane, edhe kur të hupë, që unë e kom që nostalgjin, kur fol ke kërë, do më thonë që shalazhën Dardania, dhe pëse çdo ditë e shoh prej Arbris këto, po, e kom halo në nostalgjin. Edhe sot shkoj në lagje, aty bashkë të shkolla fillore Dardania, kthejnë edhe këshyri banesën ku e kom pas, do më thonë gjithmonë e kom kthejnë këshyri në nalt. Po shumica sidomos pas luftës kemi përjetuar ndryshime të mëdha, ka pas lëvizje shumë të mëdha brenda qytetit, shumica e qytetarëve kanë lëviz, kanë dalë nëpër periferi ose prej qyteteve tjera kanë ardhur në Prishtinë, domethënë ka pas shumë lëvizje. Edhe unë banesën Ulpiane shikoj kështu me nostalgji se kam kujtime shumë të mira. Sa herë kaloj aty te D3 kur sa harroj, D3. E shikoj me shumë nostalgji edhe pse tash nuk njihet lagja. Prej kafeterive, prej lokaleve, ka ndryshu komplet me zgjedhjen edhe hymjen se ku ka qenë, por ndërtesën të paktën e shoh edhe kam kujtime shumë të bukura prej asaj pjese. 049-978-978 na tregoni se për cilin vendim jeni penduar. Kjo është tema për ditën e sotme, ndërsa zbritjet po vazhdojnë edhe gjatë muajit mars në IPCO. Keni zbritje fantastike në super televizorët me pagut prima ju qeni, keni mundësi pagese deri në 24 këste. Kështu që për më shumë informacione, vizitoni pikën më të afërt të IPCO-s. Sa i përket komunikacionit para se sa i përket komunikacionit këto momente Brescia në drejtim të fushë Kosovës është pjesë e ngarkuar me kolon. Qasja për dekreti i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës pjesë e ngarkuar me kolon. Pastaj me kolon e keni edhe rrugën Agim Ramadani nga Udhkyçi Menzës për te komuna. E ngarkuar është edhe rruga Tirana, po rruga Tirana për dekreti prapa stadiumit Fadil Vokri. Këto janë informatat e radhës që i kemi pranuar në 049-978-978. Njëjti numër që Fiona po ju pret bashkë me mu edhe me telefonata dhe po dojna me na tregu për ato gabimet që ato vendimet që i kena marrë, na kanë dalë kanë edhe gabim. Po, ka edhe si vendimet që i kena marrë. Që në atë kohë ke menduar që është diçka e drejtë, është e drejta vendimi i duhur, po me kalimin e kohës e shet që ndoshta kishe shumë me vepruma ndryshe, kur nuk i dihet. Jeta ndryshon, na ndryshojmë. Okej, po e presim tjetrën. Jeta të ndryshon, se nuk ndryshon, do të thonë jeta bahullit ndryshon. Qysh je këto, po të ndryshon për të mirë. Se jeta ndryshon, jeta të ndryshon. Jeta të ndryshon, shumë e vërtetë. Po ndryshon jeta. Nëse por zë të shova kondicionerin këto, po kondicionerin. Po, domethënë për me lëshu klimën edhe me u fladit. Po, shej të e nxuna veten të e qit nistenja. Atë me fladit. E more termokosti deri kur e kanë? Termokosti e ka aty vendin e nal kur dush, ka lajtasht. Po vish s'u pas ka shkumenja. Amo përcito më shkoj menja, po dhe ju nëse doni mi pas kondicionerët Bruno mos harroni që i gjeni kudo në Kosovë edhe ato me 5 vite garancion efikas ngrojen ftoje. Çe telefonata fion. Që shkoj. Për takse, s'u na bash çu shpomenon ti. Rrafat. Do të folë edhe na ka pak. Dalë pak se kena edhe ato punë. E jemi edhe në YouTube live mos harroni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje shoqe. Përshëndetje Gane. Përshëndetje shok. Përshëndetje shokuarse. Përshëndetje shoqe. Çush je Gane, a je mirë? Mirë, faleminderit, jo. Mirë edhe na shumë mirë. Tregoj çu kalove ditën sot. Mirë që me Ramazan në punë të shtëpisë. Apo shtyhet? Po, mirë shumë.
Okej, vjen mirë. Agjerim të lehtë për ty edhe për krejt ata që janë duke agjeru këtë muaj të shenjtë. Tregom, Gone, a ka ndaj vendim për cilin je pendu? Valla, jo asnjëherë s'kom pas ndaj vendim që jë pendu. Hiç, asnjë. Jo, valla. As për këto gjërat e përditshme si krimat që thojmë na? Jo, njëherë për momentin jo, tani ma vonë të këshyro. Interesant. Okej, faleminderit. Kalofshit mirë. Faleminderit edhe unë të përshëndes edhe cimis përshëndes. Ditët e këndshme. Faleminderit shumë, përshëndesim shumë, kalofsh mirë. Ja lash. Te e din që një vendim e ku marrë kohën e fundit për me marrë një Toyota, po çka ku më gabu është që se ku marrë ma herët. Qa kështë vendimet të gabuara? Gjitha ato vite që tash okej nuk po du me I hudh poshtë dhe marka tjera dhe vetura tjera, se ka vetura shumë të mira, por kur flasim për shpenzime, për komoditet, po kur flasim për gjitha këto, do me thonë është dash shumë amati me marrë një Toyota edhe me kushtit gjepin edhe me shju vëzitjen nga do që të shkoni. Ka shumë oferta në Toyota, e gjeni në Facebook gjithashtu, përveç showroomit dhe që e kanë në ku ke showroom-i? Magjistralja Magjistralja Prishtinë Ferizaj në Çaklavic, po. Ma shumë I vjen Ferizaj Prishtinë, se është në anën tjetër. Po, kilometri 4 është aty dikon. Okej, kështu që shkoni aty dhe ishini live veturat, ka disa oferta, është Yaris Crossi 1.5 full hybrid me garancën 10 vjet, secila veturë mos harrojna me përmend. Është me një super çmim. Yaris Crossi GR Sporti ka ardhur me 2 ngjyra treja, çfarë e kaltër tetësim. Nuk po di as çush me spjegu. Janë ngjyra ekskluzive për ndryshe, Storm Grey, një fare hirte tash që është pak së në mod interesant, edhe Forest Green. Dhe më thënë këto 2 ngjyra ekskluzive kanë arrit, po ka edhe plot modele tjera, dhe më thënë keni qka sheni, keni qka testoni. Alo, përshëndetje. Qush the me shkum vikend. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Po të përshëndet a kise mejë. Përshëndesëm edhe ty, faleminderit shumë zemër që na ke thirr. Edhe po I shkon mirë ata që po ta kanë jep telefonin, se pesho që nuk është telefoni jot. Me pas kujdes se ky emision nuk është për fëmijë, domethënë nuk është me thirrje fëmijë. Ti mori pa pyet. Edhe po, do na kena një far pullës që tani ai nuk thirr. Po nuk kisha pas shef me boxhana tilla. Mështine me hido më thonë këtu mi patu në gjyrat nejse 049978978 mos harroni me na informua dhe për pjesë të ngarkuara në komunikacion kudo që ju jeni me na tregu se cilat janë ato pjesë që kanë kolon në këto momente. E ngarkuar është qasja për në fushë Kosovë nga Brescia me kolon deri tek Rethi, Ajvalia në drejtim të Veternikut, Çaklavica me kolon për tek Rethi, Çaklavicës me vazhdu tutje për në Prishtinë, pra ka kolon. Pastaj e ngarkuar është edhe rruga UÇK në drejtim të komunës, po shihet me kolon në këto momente, dhe rruga Zagrebi nga rrethi brapa stadiumit deri tek shkolla fillore model. Këto janë informatat e radhës që I kemi pranuar. Enza Home po ju pret me zbritje për juve që doni me ndru mobilet edhe ata me armë mobile me shumë stel, shkoni tek Enza Home dhe përfitoni deri në 30% zbritje. Enza Home Kosovë, për juve që doni me I pa u vënu treni, për juve që doni me I pa edhe përmes rrjeteve sociale u vënu treni diçka fillon. Gjithjavën ka ardhur me 3 minuta valesë. Do të më dalë tash më marr vesh me to me kështu që problemi ku po nalet ky ka shumë. Se nuk u vënë ke me 15, maksimum 15 po. Maksimum 15 në stacion u nal, kishte 14 që do të thosh. Se tash na e dëgjojmë ku nalet, ku është për momentin, zoti e din. 049, çka do të thonë? Shkojmë në Albi Mall. Shkojmë drejt në Albi dhe rikthehemi pastaj me një artikull shumë interesant për disa piecim që do të më shmang pas iftarit, për ata që janë xhirushëm, disa pije që edhe ndoshta mendon që po bën mirë që po I konsumon, por je duke I dhënë efekte të kundërta organizmit, kështu që për krejt këto pas pak. Për një bilet. Për një bilet. Ata kanë dash me të respektu batir, çka ka këtu mu pendu?
Po mirë, po ajmë dhe ke kolegu nëse isha kolegi. Ani, që atë momente je konë, që ka ga lidhje? Ajo, me kom hongër haramin. Jo, për çfarë bateri. Nëse kjo është gabimi më i madh që e ke bora e atjet. Me hongër haram. Mos u mërzet për kësi po. Kaluse. Faleminderit bater. Jo, do kalon ajo kur, gjithë më ka merë kryeshë se kum pagu. Sa i mirë je. Faleminderit. Ai pe marrin krejt, më thon, kompaninë pe hojnë edhe për sport. Ata pe hojnë për zgjalli i rrët. Po des, po pendohen ke për një bilet. Më kisha çuar një udhtim pa parë. Ka disa vështirësi për njerëz të drejtë me jetu në këtë botë të padrejtë. Këtë botë të korrupsionit. Njerëz të drejtë si Batiri. Merr në lapsin. Sot do ne civi. Po një na vish me thanje. Degna pas pa problem se pas kum shu dorën vish me thanje. Swiss Diamond Hotel Prishtina për 8 mars e ka bënë super ofertë. Po për zonjusha që dojnë me shku me u knash atje me festu 8 marsin e kanë një darkë 4 pjaçe. Për vetëm 35 euro plus muzik live, po sa harrova me thon, po ka dhe mundësi do me thon përveç darkës me pas edhe qasjen spa që është 55 euro oferta. Mos harroni me u fut tek Swiss Diamond Hotel Prishtina në rrjetet sociale me pa ofertën, edhe për juve që doni me rezervu, mja rezervu edhe shoqeve, pse jo 038 220000 është numri i telefonit. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Avnia nga Franca. Avnia si e? Mirë, jo. Si kalon? Hey, Avnia, s'kina marrë më t'i telefonata pi Francës. Do më thonë, ka kohë që s'kom dëgju dikush që na ka thirë prej Francës, po më vjen shumë mirë që na ke thirë. Faleminderit. Avnia, hajde tregom një vendim për të cilin një pendu, një vendim që e ke marrë edhe i ke ra pishmon. Vendimin që e ku marrë në Francë, që kjo pendimi maj madhe. Pse? Pse i kero pishmon që ishtë në Francë? A mendon që ma mirë kish me qenë si kur të kishe vazhdu në Kosovë? Po, ma mirë që ashtu ta si ka në arsye që jenë bon Kosova ma mirë që ashtu jenë pendu për që ta. E pse s'po kthejesh me vazhdu këto? A është vonë? Po që ashtu po mojmë më të më këthy. Hajde, po shpresojmë që shumë shpejt me ardhë me u kthy në Kosovë dhe me vazhdu jetën këto. Faleminderit, përshëndetje për ty edhe për familjen. Ju përshëndet. Faleminderit. Ciao, kalofsh mirë tung tung. Shek ka edhe vendime tilla të. Po, këto janë vendime jetësore. Se kanë erë, po i nina këta, se veç po du me dal më, ka do me mendu mirë para se me marr hapin me dal jashtë. Deshta me të tregu për artikullin që e përmendat si më herët. Marrë telefonat tani tregom çka dushte. Alo, përshëndetje. Alo, kush telefonon? Shmerë për ju, Amir. Hajde, Amir, tregom nga për na telefonon. Pej Zvicrës jam të telefonua. Prej Zvicrës, që kemi Zvicrën? Mirë është. Disa njerëzat mi që u bo shumë mirë. Je pendu për disa të mira që i ke bo. Për disa të mira që u bo jem pendu. Dhe çka ka ndodhë? Po, tash, të tjetë që aty. Ma tjepës. Nuk kanë qenë mirë njohës, nuk ta kanë... Po, s'ka qenë mirë njohës. Okej, pa i ke bo tja ta për vete, ti me qenë mirë, apo me prit me njohjen për i diku? Kur do mirë njohje, shko në kry naj trajnim, ose naj certifikat, naj mirë njohje, a për senet e mira që do në me i bo. S'ka nevoj, a? Ka nevoj. Qka është e merë dikon tjetër mirë
tha thik mas shpinë e mandej, në mënyrë metaforike. Mi thonë që po të bëj mirë veç që u thunë faleminderit, a din se tani i kujtohet, a kështu si kujtohet kur? Mund është njerin e keq me bot mirë. Fion, shënë mani edhe shto, alo, përshëndetje! Alo, përshëndetje! Koshta përshëndet? Oki, Filazanës. Ku je Oki, ajde Zvicra aktive, bravo, si të kam? Mirë, faleminderit, dili po ndhe. A është koha e mirë Lozon sot? Vera. Se qyteti është shumë i mirë, po edhe koha kur të është e mirë, atje do më thanë është shumë mirë. Mirë, shumë mirë. Ramazan po mirë. Mirë, okej, Ramazan të këtu, po nuk është bashkë si në Lozon, është si në Prishtinë. Hajde të rekona, okej, ne vendim që ke marrë edhe ti robi shmoni, e pëndu për qatë vendim që ke marrë. Ko shumë për një interesanti promke. Që ma interesanti? Prom, që më pëndu. Hajde të rekom që ka prom, okej. Një të bona me Paris Saint-Germain edhe Hupi. Mujtë Liverpooli po në shpet. Okej, do më thonë që kjo vendimi i fundit që e ke marrë Liverpooli. Që kjo vendimi i fundit që e ke marrë edhe që e pendu. A ka në e vendim tjetër të madh që e ke marrë edhe e pendu, do më thonë i ke rapi shpën, pse e ke bojsh ato, pse e ke marrë qatë vendim? Ka plot, po. Me hi ashtu ta negatë. S'ka lidhje na për që ta jena këtu mgojna dhe gatë, se kena problem. Pështi që s'don me thonë është tjetër shka. Pa, si kura i marrë që ta, ka të mira që më bu shumë që ta, s'kumi detajë. Do më thonë, je pendu për atë vendim që e ke marrë, se s'ka dal mirë. Okej. Orhan? Orhan. Arsimi me Fionën përshëndesim prej Prishtinës dhe të falenderoj shumë. Ju përshëndes në juve. Jeni të rekullushëm, e të fala. Falemde a Juventuses. Jena për pjukëshyrën për televizorit. Falam për ullëm që atë. Hajde Orhan, përshëndes, Halojo me qata, po barë dhe zë, ke po pa në qyra, qasit. O barë dhe zë. Po, s'ka të, ja e ki barë me ta, ja e ki zë, ndryshe e shtash, pa e ki ka zë, ta jena. Mirë është, shumë ofër është për me konë, po, kampion Italis, po i duhet edhe pak proteine të zotit, aty në lejtarve dhe ma mërmendja që me ato proteine mundën ata për me i fitu ato pike dhe me u bo kampion Italis, edhe për juve që ju duhet proteine ekstra, më sarënin se cilin market e gjeni proteinën nga zoti, që telefonata e radhës. Dhe më thonë s'ka shansa me të regune artikullin që bata në plan. S'ki shansa dhe pak, po s'ki shansa, që shjovish, dhe i sot vjen rani. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje Trime Tremnesha. Hajde, Trem që shje. Mirë, si jeni se bëllë. Mirë, falimderi që pak nervoz me arsimin, po mirë në përgjithësi. Ne që Marko nervozën e mire, ko. Shumë. Ju që të sejo në shash me të rimin. Po dhimët pjesa teknike se u i rrugove. Ja shërësoru. Hajde të rëgëm për vendimin që je pendu. A ka diqka? E ka një parathenie pak të shkurt, para
domoni me aty ka qenë kratë së në kujtohet bash mirë, ma dhërej mu se e dike që do shumë muzikë, ma dhërej një gitarë. Edhe gitarën e sola në Kosovën, edhe e mora me ndim në fakt atje për me mundësu mira gitarës, edhe kërë është për një djari dajës që kur s'ja foli, e tha a pëndrojna me qëtëli. Edhe une vendosa e ndrova me qëtëli, asë në mësova gitarës miro, asë qëtëlis. Katastrofë, sot e se ditë thonë kuku për mu, që shubona bëdoll, e mora këtë vetimi avash gitarën për qëtëli, na e vishin rrumë, fakt, po tani u krye e vuna mos. A thu që ishte mësu me i ra gitarës nëse se këshëndrua? Po, 100%, u ka shumë i apasionum për besi për da nësu këto dën, 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 Sto krete ka qitë ato të metalikës. Po i metalikës. Bora mirë Këto e notat bazë që i mësojnë krejt për më topët. Ka nevojë që gitarë me mojë. Tën, 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 tën. Po, që ato është e tonë do vëllëva. Po, ma e letë. Tën, tën, tën. A di qysh, kjo më vite një histori, ku pa lezu të pros për vëllore Akademisa, i shko nis njoni për me zbut pak situatin, i shko nis njoni me shkumi po 2 motra me vizitu. Njoni kish po në adrini, tjetër në adni drini. Edhe nisët njona hov, tjetra hum, emnin. Edhe thët, a di qka, për shkoj njerë të aja hova njëna për të drinit, a në ka këthejna nërët e hum, makina. Edhe nisët për shko drini, e të hangër në azet këtu myt distisumi medicinal, e pështaj. Edhe e nisë po knëp, tha, as të hova, as të huma, midis drini, midis sunga, une, as të gitara, as të li, Me menje e ke njësë këtë farë punë, kështë që njerë, hej, në stani. Ajo është dhe pozitivitet, haj kërë në ma jam të jo vësët. Faleminderit që ekzistoj një ashtu sot në mesin tonë, më thonë se t'japin energji pozitive. Qëtër energji, as pozitive, as të shpikar energji. Oke, më se thuj. Ata që në Vetërnik në to momente ka kolon për me shku të kreti me flamur, pra përshjet me kolon pjesa poshtë, mirë që asë rretit me flamur deri të kreti rrugës bë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje josë. Po mbetemi jemi në minutat e fundit, po para se me u shkput mi u përshëndet juve, ju tregojmë se rruga Tirana po mbetet me kolon deri te kreti prapa stadiumit, është e ngarkuar rruga Agim Ramadani nga udhkryqi i Menzës te komuna, e ngarkuar është pjesa e Vetërnikut me kolon për me shku tek rrethi duplex, rrethi me flamur rrethi spitalit deri tek rrethi rrugës B dhe Fush Kosova e ngarkuar për tek rrethi Fush Kosovës. Faleminderit shumë edhe për këtë ditë. Faleminderit për mesazhet, për telefonatat. Pjesën e dytë kena me lexuar mesazhet, ndërsa na këtu ju përshëndesim deri nesër. Mos harroni me bo ata që duni me bo, gjithmonë me jep shumë dashni. Paqet, plot shëndet. E mos harroni dhuratat më të çmuara, se nesër e kemi 7 marsin, pastaj kemi edhe ditën e gruas. Dhuratat më të çmuara ti gjeni në Rubinin, në Albimall në katin e dytë, në rrugën Garibaldi në Kryeqytet ose në Ferizaj. Përndryshe, ne do të shoqërohemi edhe për një orë tjetër me Glam Radion. Përshëndetja është vetëm për juve që më na dëgjoni përmes ekranit në këto momente. Nëse doni me vazhdu më na dëgju, kyçeni në frekuencën 88.6 dhe 102 FM. Përndryshe, nëse s'keni mundësi, deri nesër ju përqafojmë shumë.